محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم thot: "Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama." Mëshironi ata që janë në tokë, ju mëshiron ai që është në qiell. Pra Allahu xhalla xhelalu ju mëshiron. Mëshira Allahu xhalla xhelalu vëzër është shumë e madhe. Për mëshirën se Allahu xhalla xhelalu është se na ka dërguar të dërguar. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ne ty o Muhammed nuk të kemi dërgu vetëm mëshirë për mbarë njerëzimin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna." Prej fryteve është cilësi e këtij ummetit mëshira. Pejgamberi alayhis salam thotë: "Kush nuk e mëshiron, kush nuk I mëshiron të veçlit tanë dhe nuk ja din vlerën së të madhe plakut, nuk është prej nesh." Po ashtu vllai jemi dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar: "Men la yarhamun nas, la yarhamullah." Kush nuk e mëshiron njerëzit, Allahu xhalla xhelalu nuk do ta mëshiron atë. Po ashtu pejgamberi alayhis salam thotë: "Men la yarham la yarham." Kush nuk I bën mëshirë ndaj robëve të tjerë, nuk do të mëshirohet ndaj Allahu xhalla xhelalu, prej Allahu xhalla shanuhu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Falënderimet takojnë Allahut Azza wa Jall. Atë falenderojmë prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet, selamet që dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Dhe zë besimtar, për edukatës islame është mëshira. Për edukatës islame është mëshira. Njeriu duhet të jetë I mëshirshëm me krijesat e Allahu xhalla xhelaluhu. Njeriu duhet të jetë I mëshirshëm me krijesat e Allahu xhalla xhelaluhu në përgjithësi. Pa më parasysh a janë ata njerëz apo janë kafsh, pa më parasysh se çfarë njeriu është, duhet të jetë njeriu I mëshirshëm, nga se Allahu xhalla xhelaluhu na urdhëron, po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na urdhëron në shumë hadithe të vërteta që na transmetohet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama." Mëshironi ata që janë në tokë, ju mëshiron ai që është në qiell.
pra Allahu xhela xhelaluhu mëshiron. Nëse dëshiron që të mëshiron Allahu xhela xhelaluhu, duhet të mëshirosh robrit Allahu xhela xhelaluhu që janë në fytyrë të tokës. Për këtë arsye Allah jemi dashur, njeriu më së pari duhet ta mëshiron veten e vet. Nëse nuk e mëshiron veten e vet, vallahi nuk e mëshiron askën. Nuk ka me pas mëshirë për kën, për askën nuk ka me pas mëshirë, po nëse nuk e mëshiron veten e vet. Si ta mëshiron njeriu veten e vet? Duke ju largu mëkateve, gjunaheve, duke ju largu alkoholit, zinaz, drogës, mashtrimeve, tradhtive, nëse largohet këtyre punëve të këqija, atëherë njeriu e mëshiron veten e vet. Po ashtu ti mëshiron ignorantët, ata të cilët nuk dinë, të ketë mëshirë ndaj atyre, të ketë mëshirë ndaj fukaras, ndaj të varfërit, dhe të shpenzon, të ndihmon të varfërit, të ketë mëshirë ndaj të dobtit, të ketë mëshirë ndaj të madhit, plakut, dhe të ketë mëshirë ndaj të voglit, të ketë mëshirë ndaj atyre mëkatarëve të cilët i bëjnë mëkat Allahu xhela xhelaluhu, ti thërat në rrugën e Allahu xhela xhelaluhu, të shpëton nga rruga e devijuar, të shpëton ata nga rruga e shtramuar. Mirë po Allah jemi dashur, Allahu xhela xhelaluhu na tregon më së miri për kur me pas mëshirë. Allahu xhela xhelaluhu na tregon për prindërit me pas mëshirë më tepër. Allahu xhela xhelaluhu thot: "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që mos ta adhuroj dikush tjetër posa Allahu xhela xhelaluhu. "Wa bil walidayni ihsana", dhe të respektohen prindërit, të respektohet baba dhe nana. Allahu xhela xhelaluhu në vazhdim neve na thot: "Imma yablughannaka 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma", nëse njëri prej tyre plakët apo të dyti zë plashnia, fala taqul lahuma uf, mos i thuaj aty nga uf, më shurdhove, s'po muj me të baj, s'po muj me të maj, s'po muj me t'i duru fjalë, mos i thuaj ato fjalë. Mirë po të kesh mëshirë ndaj babës, të kesh mëshirë ndaj nanës, se sot atë, mirë po nesër ti do të bohësh. Nuk shkon shumë 20-30 vjetë, ka mundësi dhe gjallë jetë me të thënë ashtu. Mirë po nëse i mëshiron ti tash, vallahi Allahu xhela xhelaluhu ka mja zbrit mëshirën fëmijëve tu, edhe ata kanë me mëshiru ty sikur që ki mëshiru ti prindërit e tu, që ki respektu prindërit e tu, ashtu Allahu xhela xhelaluhu ka mja mbjell dashnin fëmijëve tu. Tregon Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i puthte, i përqafon të fëmijë. Dhe erdhi një katunar, tha: "Ja Rasulullah, tha vallahi, tha, ju po i puthni fëmijët tuaj, mirë po ne nuk i puthim, nuk i përqafim." Tha: "Awa amliku in kana Allahu naza'a minka ar-rahma", çka të bëj që Allahu xhela shanu mëshirën ata ka heq prej zemrës? Me thënë njeri i cili don, pa marrë parasysh është i jotja, nuk është i jotja, i don fëmijët dhe i përqafon dhe i puth dhe i thot fjalë të mira. Mirë po Allahu xhela xhelaluhu prej atij që ja ka heq mëshirën, ai nuk don ndoshta dhe me i pa fëmijët. Po ashtu Allah jemi dashur që duhet të kemi mëshirë, duhet të jenë edhe kafshët. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu tregon se një njeri e kishte marrë një kinxh me e prej dhe e kishte shtri për me e prej, po e mpre thikën para kinxhit. Tha: "O filan, apo don me mbyt kafshën 2 herë? Pse nuk e kem prej një herë thikën, pastaj me shtri kafshën? Edhe ai ka shpirt, edhe ai ka dhimbje. Për këtë arsye, çysh do këtë ty vllai janë i dashur me ta përgatit njëri thikën apo kallashën dhe me thënë me çto ka me të mbyt? Ti një herë ki me vdek, vetëm kur ti ndëgjon fjalë, vetëm kur ta sheh atë ardh apo atë thikë që është tu ka përgatit për ty, ti vetëm një vdekje po përjeton, dhe vdekjen tjetër kur ta merrat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Hal ahdathta shafratak qabla an tadja'ha", a nuk e kem pre thikën tane para se me shtri kafshën? Para se me shtri kinxhin me ta kishen pre thikën, pse? Mos me pa thikën kafsha. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
në ka këshillu neve që të kemi mëshirë për njerëz, po ashtu edhe për kafsh. Mëshira Allahu xhelle xhelaluhu ndaj robërve të tij. Mëshira Allahu xhelle xhelaluhu vëzër është shumë e madhe. Prej mëshirës së Allahu xhelle xhelaluhu është se na ka dërguar të dërguar. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ne ty o Muhammed nuk të kemi dërguar vetëm mëshirë për mbar njerëzimin. Do me thonë që na ka dërguar Allahu xhelle xhelaluhu neve pejgamber, është mëshirë nga ana Allahu xhelle xhelaluhu, mi nxjerr njerëzit nga errësira në dritë, mi au tregu se kanë me adhuru, me tregu se Allahu xhelle xhelaluhu është ai i cili meriton të adhurohet, me tregu njerëzve shirkun me i largu prej shirkut, me tregu njerëzve se kush duhet të respektohet, kush duhet të ketë mëshirë, mi au tregu njerëzve rrugën e drejtë. Nga se ne e dim shumë mirë se në kohën e xahiliyetit njerëzit adhuronin putna, u martonin me shumë gra, ndoshta nuk kanë pas as një qa, e mirë ke bënte çka donte. Mirë po Allahu xhelle xhelal na ka dërguar të dërguar për me na tregu rrugën e ndriçuar, rrugën e Allahu xhelle xhelaluhu, rrugën e vërtet me na tregu. Për këtë arsye Allahu xhelle xhelaluhu e ka thënë të dërguarit e tij. Po ashtu, prej mëshirës Allahu xhelle xhelaluhu është që Allahu xhelle shanuhu i fal mëkatet, pa marrë parasysh çfarë mëkati ke bë, pa marrë parasysh çfarë gjunahi ke bë, vllai jam i dashur, mas e ke frymarrje ende, mas i të ka dhënë Allahu xhelle xhelaluhu, mas i ke po jeton ende, pendohu te Allahu xhelle shanuhu dhe mos i humb shpresat prej mëshirës Allahu xhelle shanuhu se Allahu i fal gjitha mëkatet. Qul ya ibadi alladhina asrafu la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Thuaj o Muhammed, robërve të mi, mos i humbi shpresat. La taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, se Allahu i fal gjitha mëkatet. Kishte ardhur një njeri te pejgamberi alayhis salam dhe i tha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshilloi. Pastaj ai njeri tha, ja Rasulullah, a edhe mëkatet që i kam bo? Ka thënë edhe mëkatet që i ki bo ka me t'i falë Allahu xhelle xhelaluhu. Ai njeri kthehet i gëzuar duke thënë Allahu akbar, Allahu akbar. E falenderon Allahu xhelle xhelaluhu që Allahu xhelle shanu ka që i mëshirshëm. Njeriu 20-30 vjet i bën mëkat Allahu xhelle xhelaluhu, balli i tij sezhe nuk shkon asnjëherë, mirë po kur pendohet Allahu xhelle xhelaluhu, gjitha ato gjunahet i fal. Mirë po Allah jemi dashur, nuk mjafton me kaq, nëse është pendimi i sinqert, Allahu xhelle xhelaluhu ato gjunahe që i ki bot i shndron sevape. A ka ma bujar ma i mëshirshëm se Allahu xhelle xhelaluhu? Po ashtu Allah jemi dashur, prej mëshirës se Allahu xhelle xhelaluhu është se derën e tobës e ka lënë të hapur. Derën e tobës e ka lënë të hapur. Pejgamberi alayhis salam thot, inna Allah azza wa jall yabsutu yadahu bil-layli yatuba masi'u an-nahar. Allahu xhelle xhelaluhu e shtrin dorën e tij, që të pendohet mëkatari natës dhe gjatë ditës. Dhe e shtrin dorën e tij natën që të pendohet mëkatari gjatë ditës. Do me thënë ai që ka bërë ditën, dështa natën pendohet. Allahu xhelle xhelaluhu e pret. Allahu xhelle xhelaluhu gëzohet, jo që ti shton pasurinë Allahu xhelle xhelaluhu, mirë po Allahu xhelle xhelaluhu gëzohet se një rob prej robëve të Allahu xhelle xhelaluhu po shpëton nga zjarmi i xhenimit, hatta tatlu'u ash-shamsu min maghribiha, derisa të lindë dielli nga perëndimi. Po ashtu vllai jemi dashur, pejgamberi alayhis salam thot, lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba fi kitabihi fa huwa 'indahu fawqa al-'arsh. Kur e shkrujti, kur i krijoi Allahu xhelle xhelaluhu krijesa, e shkrujti në librin e tij dhe ai është mbi arshin e tij, mbi arshin Allahu xhelle xhelaluhu. Inna rahmeti taghlubu ghadabi, se mëshira ime e ka plan hidhërimin tim, e te i kalon hidhërimin tim. Do me thonë mëshira Allahu xhelle xhelaluhu është shumë e madhe. Edhe po e shohim vëzër këtë në jetën tonë të përditshme, se njerëzit sa bëjnë mëkate,
sa bëjnë gjunahe, sa e shajnë Zotin, sa tallën me dinin Allahu xhela xhelaluhu, Allahu xhela xhelaluhu I jep të hajnë dhe të pinë. Allahu xhela xhelaluhu I jep rizq. Sa bojnë hajgare me dinin Allahu xhela xhelaluhu, Allahu xhela xhelaluhu prapi kçyr ata, prapi jep rizq, prapi ushqen Allahu xhela xhelaluhu. Pejgamberi tjetra është se Allahu xhela xhelaluhu I ka 100 mëshira, njënën prej tyre e ka zbrit në tokë dhe 99 tjera e kalon për ditën e gjykimit, kur do të kenë njerëzit nevojë për atë mëshirë, për mëshirën e Allahu xhela xhelaluhu. Pejgamberi alayhis salam thot, Allahu xhela xhelaluhu I ka 100 mëshira, fa amsaka indahu 99, 99 mëshira, rahmete I ka ndalë të ai dhe ka zbrit në tokë një mëshirë, me atë një mëshirë të Allahu xhela xhelaluhu. Sot mëshirohen njerëzit, mëshiron kafshët, mëshiron shpendët e tjerë. Dhe me dhënë krejt krijesat e Allahu xhela xhelaluhu me atë një mëshirë mëshirohen sot. Pre mëshirat Allahu xhela xhelaluhu është vezë se ka bët ditën dhe natën. Wa min rahmetihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi. Pre mëshirës Allahut është që ka bën natën dhe ditën. Natën e ka bë për me flet, me pushu dhe ditën për me dalë dhe me punu. Pre mëshirës Allahu xhela xhelaluhu është pse? Se njeriu ka nevojë të pushoj, njeriu ka nevojë të punoj. Puna dita është për të punuar, ndërsa nata është për të pushuar. Allahu xhela xhelaluhu për mëshirës së Tij na ka bë neve bashkëshorte, na ka bë halal të martohemi. Allahu xhela xhelaluhu thot, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Allahu xhela xhelaluhu për mëshirës, për argumenteve të Allahu xhela xhelaluhu ka bë që të martoheni. Ndini kënaqësi, rahati me bashkëshortet e juaja, të nkret për mëshirës Allahu xhela xhelaluhu. Di Allah musliman, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë I mëshirshëm. Një ditë prej ditëve e mori Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma edhe Husejnin dhe I puthte, e kishte afër tij Aqra ibn Habis at-Tamimi, ishte I ulur afër tij dhe e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke I puth nipat e tij. Tha, vallahi ja Rasulullah, 10 fëmijë kam, asnjë nuk e puthi. 10 fëmijë kam, asnjë nuk e puthi, ti po I puth nipat e tu. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhezër, thot, men la yerham, la yurham. Kush nuk mëshiron, nuk do të mëshirohet në ditën e gjykimit. Nuk do të mëshirohet Allahu xhela xhelaluhu. Po ashtu tregon Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë shumë I mëshirshëm ndaj umetit të tij. Për këtë arsye, disa puni ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mëshirë për umetin e tij, mos po frigohet, mos po I bot obligimaj, siç e dini edhe namazin e teravis. Po ashtu pejgamberi alayhis salam thot, inni laqumu ila as-salat wa ana uridu an atula fiha fa asma'u buka as-sabi fa tajawaz fi salati karahiyatan an ashqa ala ummi. Lidh në namaz, mirë po kam dëshirë me zgjat namazin shumë, janë dëgjoj zërin e foshnës për mas. Janë dëgjoj zërin e foshnës për mas, do përdo duke qaj, e shkurtoj namazin, mos pja mundësoj, mos pja rëndësoj nënës e ti. Me thonë prej mëshirës o pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shkurton të namazin, vetëm e vetëm, mos po qanë foshnja fëmija, mos po qanë, mos po shkon mendja nënës fëmis, se qka do të bërë fëmija, do të qanë, apo ka nevoj për diçka, për qumsht, apo për diçka tjetër. Po ashtu pejgamberi alayhis salam na këshillon neve, që të kemi rahmet ndaj umetit, thot idha salla ahadukum linnas, falyukhaffif inna fihim ad-da'if, was-saqim wal-kabir. Kur del dikush imam prej jush, mos ta fal gjatë, mos ta zgjasë namazin shumë, se ka aty që është njeri I dopt, ka njeri I sëmur dhe ka plak që është, nuk mundet ai sikur ti I rri që jenë 15-20 vjeçar,
30 vjeçar nuk mundet me ne ka inkon, sikur që i ka 60 ose 70 vjet. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salam na ka këshilluar që të jemi të mëshirshëm ndaj ummetit të tij, ndaj njerëzve përgjithësi. Po ashtu Allah jemi dashur, rruga e cila të çon në mëshirën e Allahu xhalla xhelaluhu është të kapemi për librin e Allahu xhalla xhelaluhu, duke vepruar me librin e Allahu xhalla xhelaluhu. Allahu xhalla xhelaluhu thot: "Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Ky është libër që kemi shpallur, është libër i bekuar, është libër i bekuar, prandaj ndiqeni rrugën e Allahu xhalla xhelaluhu, ndoshta do të jeni të mëshirueshëm, ndoshta do të mëshiroheni, po ashtu duke fal namazin, duke dhënë zakatin, duke respektuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo rrugë e cila të çon te mëshira, në mëshirë e cila të çon Allahu xhalla xhelaluhu thot: "Wa aqimus salat wa atuz zakata wa atiiur rasul la'allakum turhamun." Falni namazin, jepni zakatin dhe bindjeni të dërguarit të Allahu xhalla xhelaluhu për të fituar mëshirën e Allahu xhalla xhelaluhu. Allahu xhalla xhelaluhu thot: "Wa rahmeti wasi'at kull shay." Mëshira im ka plot çdo sen, fasaktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladhina hum biayatina yu'minun. E ne do ta regjistrojmë këtë atyre të cilët ja kanë frikën Allahu xhalla xhelaluhu, e japin zakatin, edhe ata të cilët i besojnë argumenteve të Allahu xhalla xhelaluhu. Kemi shumë ajete që Allahu xhalla xhelaluhu neve na tregon vëzër rrugën e mëshirës, do me thonë si ta fitojmë mëshirën. Po ashtu, nëse prezantojmë në mejliset e dhikrit ku përmendet Allahu xhalla xhelaluhu, ku përmendet hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose përmendet dhikri emri Allahu xhalla xhelaluhu, pejgamberi alayhis salam thot: "Wa ma ijtama qawmun fi baytin min buyutillah." Nuk të bohen një popull me një shtëpi prej shtëpive të Allahu xhalla xhelaluhu, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, alazan librin Allahu xhalla xhelaluhu, dhe e mësojnë në mes veti, do me thënë obligimet, ahkamet, dispozitat i mësojnë, illa nazalat alayhimus sakina wa ghashiyatuhumur rahma, vetë se ka me zbrit qetësia Allahu xhalla xhelaluhu dhe ka me i përfshi me lajqet Allahu xhalla xhelaluhu, wa dhakarahumullahu fi man indah, edhe Allahu xhalla xhelaluhu ka me i përmend ata. Po ashtu Allah jemi dashur, kemi edhe shumë hadithe të tjera të cilët na tregojnë se si mundet njeriu me fitu mëshirën e Allahu xhalla xhelaluhu, apo rrugën e mëshirës. Prej fryteve të mëshirës është se Allahu xhalla xhelaluhu do t'i mëshiron ata që i mëshirojnë në tokë. Pejgamberi alayhis salam thot: "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Mëshiruesit do t'i mëshiroj mëshiruesi. "Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama." Mëshironi ata që janë në tokë, do t'ju mëshiroj ai që është në qiell, Allahu xhalla xhelaluhu. Po ashtu Allah jemi dashur, ai njeri prej fryteve është se ti këto cilësinë e mëshirës e ka Allahu xhalla xhelaluhu. Po ashtu edhe ti do ta kesh këtë cilësi, se Allahu xhalla xhelaluhu është i mëshirshëm. Allahu xhalla xhelaluhu thot: "Wa rabbuka al-ghafuru dhur-rahma." Allahu është falës edhe mëshirues. Po ashtu e ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që se bëhesh ti i mëshirshëm, do ta ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është prej fryteve që Allahu xhalla xhelaluhu ja ka mësu ummetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Enes radiallahu anhu thot: "Ma ra'aytu ahadan kana arham bil 'iyal min rasulillah." Nuk kam pa njeri më i mëshirshëm për familjen e tij se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tjetra është prej fryteve se sahabët, shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kanë qenë të mëshirshëm në mes veti, mirë po të ashpër kundër qafirit. Allahu xhalla xhelaluhu thot:
Muhammedun Rasulullah, walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhamedi është i dërguari i Allahut, ata të cilët shkojnë mas tij, e ka qëllimin për sahabët, ashidda'u 'alal kuffar, të ashpër për qafirin, të ashpër për qafirat, mirë po të mëshirshëm në svete. Po ashtu Allah jemi dashur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna." Prej fryteve është se është cilësi e këtij ummetit mëshira. Pejgamberi alayhis salam thotë: "Kush nuk e mëshiron, kush nuk I mëshiron të veçlit tanë dhe nuk ja din vlerën së të madhit plakut, nuk është prej nesh." Po ashtu Allah jemi dashur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tregu: "Men la yarhamun nas, la yarhamullah." Kush nuk e mëshiron njerëzit, Allahu xhalla xhelaluhu nuk do ta mëshiron atë. Po ashtu pejgamberi alayhis salam thot: "Men la yarham la yarham." Kush nuk I bën mëshirë ndaj robërve të tjerë, nuk do të mëshirohet ndaj Allahu xhalla xhelaluhu, prej Allahu xhalla shanuhu. Po ashtu pejgamberi alayhis salam, edhe me këtë hadith inshallah taala do ta mbyllim, na tregon se njeriu duhet të jetë I mëshirshëm edhe me kafshët. Na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se një femër ishte dënuar në zjarr të xhehenemit. Udhibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fa dakhalat fiha an-nar. Është dënuar një femër, një grua, një macë kishte burgos në shtëpinë e saj derisa vdiq. Derisa cofi maca, la hiya ta'amatha wa saqatha. Ajo as nuk I ka lënë që të haj, që të pi, mirë pas nuk e ka lënë që të del jashtë, që të ngrën, që të hanë nga insektet e tokës. Wala hiya tarakatha ta'kul min khashashil ard. As nuk I ka lënë me hongër, as me pi, mirë pas nuk e ka lënë jashtë me dalë me hongër dhe me pi me gjithë riskun e vetë. Për këtë arsye, pejgamberi alayhis salam na ka tregu se kjo femër është dënuar. Pra, çdo njeri duhet ta di dhe ta ketë parasysh se mos I bën zullum mas kujt. Ka me dalë I ditë para Allahu xhalla xhelaluhu dhe ka me dhënë llogari para Allahu xhalla shanuhu për çdo punë që ka bë. E lutim Allahu xhalla xhelaluhu që të na ruaj prej zullumit. E lutim Allahu xhalla xhelaluhu që të na bëj prej pasuesve të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahu xhalla shanuhu që të ndihmoj muslimanëve anën barë botës kudo që të gjindet. Lusim Allahun xhalla xhelaluhu që të shëroj muslimanët. Lusim Allahun xhalla xhelaluhu që të mëshiroj të vdekurit tanë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, Muhammadun Rasulullah.